Nga data 1 maj do të rikthehet në funksion marrëveshja lëvizjes së lirë mes qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Qytetarët e dy shteteve do të mund të kalojnë kufirin pa u ndalur për kontrolle kufitare me qëllim të lehtësimit të lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe rritjes së bashkëpunimit mes dy vendeve. Rikthimin e këtij vendimi e kanë mirëpritur disa nga qytetarët e intervistuar sot. Unë mendoj se është një veprim i duhur, ndoshta dhe i vonuar pak, po megjithatë është një veprim i duhur, një kufi i vendosur mes njëjtit popull, një kufi që ka sjellë shumë tragjedi këtij populli, dhe tash një menjanim sezonal për shembull i kufirit pa kontrolla është i mirë së ardhun dhe nuk maltretohen qytetarët e shumtë të cilët qarkullojnë dy anë të kufirit, po më shumti nga Kosova në Shqipëri. Arsyet janë shumë llojshme, tash edhe fillon sezoni veror dhe dihet shumica e pushuesve kosovar shkojnë në Bregdetin shqiptar, të cilin e konsiderojnë si Bregdet vetin. Zbatueshmërinë e këtij vendimi e ka mirëpritur edhe një qytetar i cili vuri theksin te procedurat e kontrolleve në qarkullimin e mallrave në të dy anët e kufirit. Mendoj që hapja kufirit është një hap shumë i mirë, shumë i madh, po mendoj që kjo jo tjetë vetëm për sezonën e verës, periudha turistike që pi ujë në bizneset e njerëz të pushtetit, apo kjo tjetë hapje një herë e përgjithmonë, hapja kufive. Unë si fermer, po të them kam vërejtje shumë të mëdha në asaj u përket procedura kufinit Kosovë, Shqipni, Shqipni, Kosovë. Kemi shumë probleme, shumë të larta me qarkullimin e mall në Kosovë, Shqipni edhe Shqipni, sidomos Shqipëri, Kosovë dhe më shumë. Që kështu është kohë e mirë, jo që fitojmë fermerët, po fiton edhe Kosova, fiton edhe Shqipënia me hapjen e kufirit një herë përgjithmonë dhe mos të ekzistojë kufi fare. Lehtësimi i lëvizjes pritet të sjellë përfitime të ndjeshme për qytetarët, bizneset dhe sektorin e turizmit, duke forcuar ndjenjen e bashkësisë dhe bashkëpunimit.